Të nderuara, si jeni, uroj të jeni mirë. Atëherë, unë këtu po paraqes mënyrën se si unë e bëra baklavan këtë vit. Normalisht nuk jam eksperte, por jam munduar të bëj më të mirën time. Tani, fillimisht unë kam marrë 500 gram gjalp të blerë në market. Kam marrë atë më të mirin për mendimin tim gjithmonë. E kam shkrirë dhe kam marrë edhe 500 gram arra, të cilat i kam thërmuar në blender, jo në fortësinë maksimale, po në atë të mesme, sepse nuk e duaj që të jetë e thërmuar fare, po kam qef që të jenë edhe disa pak më të mëdha, copa më të mëdha. Arrat i kam bashkuar me pak sheqer edhe pak pan gratato. I kam përzier normalisht edhe tani këtu i spërkas te shtresa e parë. Shtresa e parë ka qenë 4 peta fleta të holla të blera, normalisht siç i kam treguar tek video, e cila është e palosur sepse kështu vente më mirë tek tava ime. Nuk i kam spërkatur fare me vaj, thjesht i kam vënë shtresën e parë 4 fleta të palosura, i bie 8 fleta teke. Kam hedhur shtresën e parë të arave, pastaj përsëri kam bërë edhe një shtresë tjetër me 4 fleta të palosura, përsëri domethënë 8 fleta teke. Kam hedhur arat dhe më pas kam hedhur përsëri edhe 4 peta të palosura sipër. E kam prerë, nuk e kam prerë në mënyrën më të mirë të mundshme. Pasi e kam prerë, kam hedhur gjalpin, por te gjalpi unë kam bërë një gabim, i cili është, kam hedhur këto si pikëza të bardha që lëshon gjalpi pasi ka shkrirë, dhe ato kanë ngelur sipër në sipërfaqe të copave të baklavas. Ky është gabimi im, sepse unë i kam hedhur këto pikëzat e bardha sipër baklavas dhe pjesën e fundit të bardhë unë nuk e kam hedhur sepse normalisht e kuptova gabimin pak me vonesë, dhe kjo ma bëri baklavan që mos të dukej domethënë mos të kishte pjekjen perfekte. Gjithsesi, është një gjë që mund ta heqim vetëm me pyron, kështu që ju kërkoj shumë ndjes që baklavaja ime nuk është më e mira e mundshme. Gjithsesi, unë edh më tepër për mënyrën e thjeshtë se si mund ta bëjmë. Mund të bëhet edhe që të hedhësh gjalpin pet më pet, por për mua ishte shumë e thjesht kjo pjesa që ta bësh kështu, domethënë të hedhësh gjalpin në fund. Kështu vazhdo me pjesën e pjekjes. Pjekja ishte 120 gradë derisa ajo të filloj të marrë atë ngjyrën e bukur, dhe pasi ajo është pjekur, unë e kam hequr dhe e kam vendosur, domethënë e kam ulur temperaturën në 75 gradë derisa pas një kohe të caktuar, pas një ore pak, pasi hap petët në ndërmjet tyre dhe shikon që ajo është e butë dhe bëhet si top, do të thotë që nuk është pjekur. Nëse ajo shkërmoqet, atëherë është pjekur. Unë baklavan e kam lënë një natë të tërë që të ftoj, dhe ditën tjetër kam bërë sherbetin, i cili do 1 kg sheqer dhe 800 ml, 750-800 ml ujë. Do dhe 1/4 në një limoni, ta edhim tek tenxherja duke zier, jo ta shtrydhim, por ashtu siç është, dhe kur baklavaja është ftohur, sherbeti është i nxehtë dhe ne sherbetosim. Kështu e kam lënë edhe një ditë të tërë që të ri e qetë në një vend që është i freskët, domethënë jo i nxehtë, i ngrohtë siç është ambienti i shtëpisë. Dhe ditën tjetër pastaj mund ta konsumoni. Kjo ishte edhe metoda ime se si unë e bëra baklavan. Shpresoj që të jetë e mirë për ju. Gëzuar të gjithëve dhe një vit të mbar.